Dhjetra fermerë të serave të bashkive Dimal dhe Roskovec janë mbledhur në qendër të fshatit Samatic, ku kanë protestuar kundër pikave të grumbullimit, të cilat sipas tyre po ua marrin prodhimin me çmime nën kosto, kryesisht trangullin. Aktualisht tregtohet me 60 lekë për kilogram, thon ata, ndërkohë që theksojnë se është edhe më i ndryshëm nga dita në ditë, duke shtuar pasigurinë e prodhuesve. Tu jemi organizuar për çmimin e trangullit, kastravecit, sepse njëjta gjë po funksionon ka mbi 5-6 vjet ose edhe 10 vjet. Ne jemi ankuar çdo herë për këtë pjesë, që pikat e grumbullimit të grumbullojnë pa faturë tatimore dhe pa çmim. Nuk e vendosin çmimin që mëngjes, është 500 lekë, është 500 lekë. Po e vendosin në darket ose ditën tjetër. Dhe shteti duhet t'i kontrollojë. Domethënë ne kërkojmë që pikat e grumbullimit të kenë tabel. Sot po grumbullojnë domate e kanë 500 lekë. 500 lekë le të jetë. Ta kenë të gjithë 500 lekë. Po këta i gënjejnë fermerët, u thon çmime të tjera në mëngjes dhe po pagojnë me çmim tjetër në darket. Prej shumë vitesh. Këta kemi kërkuar, kemi disa vite. Vazhdon në njëjtë gjë. Fermerët po i braktisin serat. Për këtë pjesë. E dim që është 500 lekë le të ecin. Po jo thonë në mëngjes, 700 lekë, jepën lekë mbas një javë, mbas 2 javësh me 400 lekë. Po janë shumë, ka 500 hektar sera këtu ja, në zonën tonë. Se këtu jesh Samatic, Dronovic, Goriçan, Arapan, Suk 1, Suk 2, Velmish, Strum. Këtu është zemra e bujqësisë. Gjithë eksportet ne i bëjmë. Po e njëjta problematikë gjithmonë, edhe për faturat. Ne folëm me ministrin para 2 javësh, ku erdhi në një takim informues, e tha do t'i kontrolloj faturat, do t'u qepem kemakemos, po siç duket asnjë. E njëjta situatë gjithmonë. E ngren 2 ditë, po si ka mundësi tash të ngrihet çmimi sot 600, 700, 800, pastaj vete prap ku ndodh kjo. Kanë mundësi që lvizin këtë punë, edhe gjitha bëhen këtu. Pra ju kërkojnë ndryrën e shtetit së rregullator? Po, normal. Rregullator vetëm shteti është. Ne s'mund bëjmë dot gjë. Unë kam 4 dylym trangull dhe ngrijem, kam ditën e vjeljes, ngrijem në mëngjes çmim tjetër. E çoj atje, e çoj në darkë, vjel hyj me familjen edhe vjel trangullin, kur vete në darkë na japin një cop letër që nuk vlen asgjë. Nuk vlen asgjë dhe thonë çmimi i hapur me X, që sa të vjen biles ka pas dhe në ata që nesër më del, ore kaloj trali doganën, kur do ma vesh çmimin. Ore nesër hapet atje në treg, sa ta vëm, ja të se ashu që mos blokojmë, mos shuja. Tani edhe ne nuk dim ç'a të bëjmë. Qorra, ikim kështu me atë, o zot, se ç'a do gdhi nesër. Në mëshirë të fatit. Do të shpeshherë kjo? Po kjo ndodh sa herë që del dielli themi ne këtej që ka pak prodhim që fermeri ndihet mirë, që prodhon diçka, opa, bën 2-3 pika bashk dhe hapin fjalë që çmimi vajti kaq, të nesmen e ke për tokë. Kërkojmë çmim të jetë standard, se është gjuna, edhe për pikat e grumbullimit për të gjitha pikat. Se jemi të gjithë njerëz të kësaj zone, e kupton? Të vuajmë për të mirën e kësaj zone. Edhe për ne që grumbullojmë na pak, edhe për fermerët është shumë problem. Unë kam 8 dylym, trangull, domate. Po ç'a është çmimi i trangull këtu nuk mirret vesh. Se në mëngjes ton 700 lekë, në darkë çojnë 500 lekë. Ditën tjetër e ke 1000 lekë. Pa rregull fare, nuk mirret vesh. Nuk mirret vesh, se kush i bën këto lojra dhe ne nuk e kuptojmë. Se ne jemi hallexhinj. Vjelim, sa tjetë, po si sa tjetë. Qa do marrim çanta, do ikim në Greqi, do ikim në emigrim. Qa do bëjmë këtu se përballojmë dot. Po prodhimi ikën i gjithë për eksport. Shumë pak për treg të vendit, po shumicën eksport jemi. Jemi shumë problem, jemi në hall shumë të madh. Të revoltuar nga situata, fermerët pohojnë se vinë nga një sezon i vështirë për mbytjesh ku nuk kanë përfituar asnjë dëmshpërblim, ndërsa përballë situatës aktuale të çmimeve të ulta, kërkojnë një zëri ndërhyrjen e menjëhershme të shtetit për të rregulluar tregun dhe për të garantuar çmime të drejta për produktet e tyre. Ata theksojnë, nëse nuk do të ketë reagim konkret nga institucionet, do të detyrohen të marrin masa ekstreme. Nëse vazhdon kështu, do të bojkotojnë prodhimin, do të mbyllim sera dhe do të marrim rrugën e emigracionit, shprehen protestuesit. Përmbytet po se mund përmbytet vetë 3 hektarë gjys lagër. Dhe akoma s'kemi marrë dëmshpërblim që të mbjellin prap. Unë e kam lënë atje tokën. As e kam kap fare me dorë. Po mora do hes, mora s'kam çaj. Tani këta po kërkojnë të sjellin prap i pardhi në Shqipëri. Po nuk mund të vinë i pardhi këtu të tek lekë, të jeni lekë, më japi lekë mua ai, edhe mund të mbaj shtëpinë time me lekë borxh. Sepse unë këto lekë do më japi mua lekë nga i pardhi, mua lekë do më han para pikat e grumbullimit nesër. Sepse unë po prodhoj nën kosto 600 lekë, 600 lekë. Domatja fillon për 10 ditë 2 javë. Kastraveci është 600 lekë. Duhet të ketë kontroll, ndash për pikat e eksportit, ndash dhe për tregun vendas. Sa duhet të jetë që tu lekë? Të paktën, po edhe shteti e ka shumë të kollajshme. Kapin doganat. Ka pas mbrëm pika këtu që kanë zi me 55 cent. Jashtë. Ku i gjeti ai me 55 cent? Në këtë datë sot ka qenë 900 lekë. Ne kishim çmimin para 4 ditësh që kishim 800 lekë. Ishim shumë dakord. Nuhatet çdo javë kjo punë bëhet.
E ulin 2 ditë, e ngrenë 3 ditë çmimin, bëjnë këto punë të tyre vetë. Gjithmonë nga që janë, po tani është prapë njëjta gjë. Sepse sot ka kërkesa tregu. Ne nuk na konkuron dot sot asnjë shtet. Sepse Kastravec prodhojmë vetëm neve. Të paktën të shesim një çmim 800 lekë deri 1000 lekë. Sot, që na dalin edhe ne sapi. Tani 600 lekë këtu. Dhe të jetë në Tiranë në treg, për exemple 2000 lekë. Jam mbytur, kanë ardhur edhe komisioni rallën e parë. Kam ardhur mi 3 herë. Me kam gardha zonja gjesh aty. Sa sipërfaqe është? Kam 4 dylym. Edhe vëresht e mandarina gjëra. Erdhi komisioni, eri pula asnjë lloj shpërblimi. Ka vajtur te boti atje me të shkruar prap. Ma prujre ka miell prap për shtyti. Prap doli edhe i ndau glumi. E çuan digën ne nga ishi. Ne çfarë do bëjmë tani, jemi në hall. Ju jeni të më shpërblyer ndonjëherë? O, pas njerë. Po bëj 30 vjetë. Taksat i paguaj 1.000, e vjen puna nuk. Sa sipërfaqe me sira që kemi? 4 dylym kam. 4 dylym. Çfarë do kultivoni? Do mate trangull. Do problem zero. Sa Asnjë është një. dëmi? A dëmi është maksimal. Se i mbollëm njerë, ikën pak në 2 milion, 3 milion që vetë dylymi shpenzime. Në iku kjo, kam 7 dylymi 21 milion, 20 milion ikën. Kam edhe 20 tira tani unë, po me këto shitje, ku do vete unë? E thonë 20 milion lekë vetëm shpenzime. Unë duhet marrë pak në 20 që të laj 20 një që ka ma bosh në përshok. Dhe të have në i bukë. Sa vite keni ju qeni kultivus? Unë kam qysh në 2009. Gati 17 vjetë berber. Cili është viti më i vështirë që keni përballuar gjatë kësaj periudhe? Sa vjen, po na shtrëngohet litari. Po tani ka vajtë në një fazë që do këputet ai dhe maruam në. Sipas tyre, në protest janë bashkuar fermerë të 4 fshatrave të bashkisë Dimali dhe 3 fshatrave të bashkisë Roskovec, të cilën mbështeten kryesisht e bujqësia si burimi vetëm i të ardhurave. Janë 500 hektar të kultivuara me prodhime të stinës, të cilat shkojnë kryesisht për eksport, që mbajnë gjallë ekonominë e fermerëve protestues të këtyre zonave. Fermerët paralajmërojnë se kjo është vetëm një fazë e parë e reagimit të tyre dhe në mungesë të zgjidhjes protesta do të përshkallëzohen në ditën në vijim.